Ky objekt u shërbeu shumë rilindasve e intelektualëve kosovar si shkollë që nga viti 1896, ku ata përveç teologjisë mësuan edhe lëndë tjera. E shkollën 4 klasësh e të Don Mikel Tarabulluzit, që llogaritet se është shkolla e parë shqipe në Kosovë, e ndoqën shumë gjenerata dhe emra të njohur patriotësh. Por pavarësisht kësaj, në plan programet shkollore aktuale, askund nuk përmendet historia dhe kontributi i kësaj shkolle në stubull të vitis. Nuk mësohet as në plan programet shqiptare si shkolla e parë shqipe jashtë territorit të Shqipërisë satme. Të njëjtin mendim e ndajnë edhe banorët e Stublës që janë në dieni për kontributin e këtij institucioni arsimor të atëhershëm. Shteti do duhej që ta fuste në plan programet të mësoj për këtë shkollë, për gjenezën e shkollës shqipe. Megjithatë, Ministria e Kulturës për objektin që tash është shndruar në muze i ka ndarë 25.000 euro. Në këtë projekt participuese ka qenë edhe Komuna e Vitis me 3.000 euro. Ky projekt parashihet do thotë me përfundu gjatë vitit 2016. Komuna e Vitis sipas memorandumit të bashkëpunimit që ka dalë në mes të Komunës së Vitis dhe Ministrisë për Kulturën dhe Sport, ka qenë do thotë ajo që është dashur të menaxhojë me procedurat e prokurimit. Edhe punimet për restaurimin e këtij objekti kanë filluar. Dyert edhe dritaret e reja, edhe rregullimin e oborrit, njëkohësisht edhe restaurimin dhe rindërtimin e rrethojës muzeut, gjë që një pjesë e mirë e murit është dëmtuar. Në Stubull, traditën e shkollës së parë shqipe vazhdon shkolla që mban po të njëjtin emër atë të Don Mikel Tarabulluzit. Para një viti edhe kjo u renovua. Vinimin e vazhdojnë afër 200 nxënës, punojnë 21 mësim nxënës. Kemi nxënës që vinë jashtë Stublës si nga Letnica, Stublla Olt. Ndryshe, punimet që kanë filluar në muzeun e shkollës së parë shqipe pritet të kryen brenda 30 ditësh dhe më pas objekti do të jetë i hapur për vizitor.